Okej, po e nis me Rogertin. Rogert? Përshëndetje Ledion. Këto 72 orë për mu kanë qenë shumë të ndryshme. Ditën e parë normal isha qike i ngarkum nga fakti që tani nuk zgjodhi mu dhe ju Elen, pavarësisht rezultati që dhe ishte shumë i keq, a kupton? Sepse unë kisha një shans që të bashkonim bashkë edhe të shkonim drejt finales se bashkë me ju Elen. Tani, kur Luizi vjen dhe unë kam problem me Tanin, Luizi ndërhyn edhe do me ba gangsterin. Këtu nuk kena kohë për gangstera, këtu kena kohë për me lujt lojen. Në 72 orë që unë e kam pa Luizin, kam lell disa banorë që unë mendoj janë lojtarë që afërsisht flenë gjumë dhe mos ishte për mu, këto në fakt do ishin shumë e shumë nga gjumi, janë ca njerëz pozitiv për Luizin që në fakt i mashtron dhe i sjell si dojnaj, bëjnë një band treshe Mali, Stenaldo dhe Luizi, qeshin me ca shaka që në fakt nuk janë fani, po qeshin me veten, edhe mundohen me t'intimidu, që në fakt djem kapen për 10 minuta, po falë Kristit edhe ju Eles, ishte e rëndësishme që unë t'u ktheja prap në loj, tek ajo që di me ba më mirë që është sulmi. Në fakt, Luizi është i njëjti person që në edicionin e tina nuk ka ba as i gjatë përveç se jo burris dhe jo besnikris. Dhe këtu, Luizi po mundohet për të bërë çdo gjatë që ka lidhje me hajdutrin, që ka vjellë cigare, me Arushin si që pat, dhe këto nuk janë lojna e 2022 kur ka qenë ky. Ky është një edicion shumë i bukur, kemi thyrë rekordet e tia, dhe ky në fakt nuk e lete egoja për më ardhë, për me qenë pjesë e thyrjes të rekordit që vazhdon akoma. Luizi ti them gjatë shumë e thjesht, në qoftë se ai mendon se mund vinë këtu na intimidon nga fitoria që ka pas atëherë, është totale gabume. Pse? Sepse Luizi, loja tina ka marru. Në qoftë se ky do me nejt me fjet gjumë edhe do me fol cepash me njerëz duke ba aktivitet kampionësh, se unë jam kampioni e ju udhëheq, është total e humun dhe unë do të regoj veten time ashtu si çdi më mirë. Dhe i them Luizit, kujdes, sepse në qoftë se Miri që ndron këtu ka problem me Miri, jo me mu. Luiz? Ky foli shumë bukur, veç i fjali harroj me shtu në fund që me thanë, pra, ju mendoni që është e vërtet, apo e gabuar këtë që thash? Në zdim që a the. Jo, për ty. Në zdim që a the bot. Në zdim që a the, se intimidimi jot ka shumë mënyra. Unë nuk të preva. Dhe një nga të mënyra është që ti... O Ledian, a kena me rralla, po kush bërdet ma fort? Me radhë kemi, pa tjetër. Po bërë një pytje dhe unë po them. Nuk ishte për ty pytja, ishte për publikun. Ti lëm kohë dhe Luizit të thotë vetën. Po ta japi përgjigje, veç i përgjigje. Dene përgjigje taj se ti e... Veç i përgjigje. Unë hina edhe personi parë që u tregu gangster, po gangster se s'ka lidhje, po më ban me qesh bile, se ja thash, po mirë më nuk ndërpreva, nuk ndërpreva më. Përmene me emrin. Po mblen më burë, po e ke mërë me emrin e ti dhe ke... Përmene me emrin tem ti. Okej. Gangsterja thash me këmish rosë, s'kam pa në herë, por... Po mblen më burë. A lojnë më burë, fol veç ti, ha qo, ha më fol. Jepi. Po vlepjo së nërpreva. Fol pra drejt, tamam. Po e di unë si flasë, më du me shpik aviona, unë mblen të flasë. Dhe sa hyra më priti si gangster me tijen, kush je ti, qaj je ti, legend, player, qen, budal, e tjerë. Dhe unë i thash, mos kështu i thash, se janë të në pa njerës, janë të pa familja, e jote e jeme, pa kanë cika, ja dzive ftyrën babë, si thash, se gjithë këj burë. Nuk flitet kështu. A që ma tepër në tavolin buket, këj okej, unë si thash dhe si gjo. Vazhdova të usjanë në përshpi, personi parë që ma afrua është Ina, që më tha, përshëndetje, dhe unë jam Ina, tha, që se ke gja nevoj për shpin, ta të regajon, shumë faleminderit si thash. Nga në tjetër, ju afrova fill Mirit, që fola me të dhe i thash, që ta daj me anë në shpet i thash, vlatë, që ta di, se unë jam pak konfuz. Selin, për ty, që ashtë, si që ashtë, më tha mu, po të shi se unë kam 2 versione, dhe se di cili ashtë, ma thuj ti dhe ashtu qoftë. Dhe me të thamë drejten, nuk e mora ve. Nuk pyte, po e the. Po pra, a vajza jotet, a si vajza jotet thash, apo ashtë di që ashtë pëlqim? Ti the babi. The babi me gocën. Kështu the. Po pra, i ben vajza jote, pra. Po pra, a the babi me gocën. Po pra, këtë. Po ti e ke pa që nga fillimi këtë gjë, nuk ose e re dje, nga Marsi. Ke, kam pa këtë për fillimi. Këtë gjën që kam thonë unë. Jo, unë s'te di që a ke alo, i të shqiflasim nga prep. Po, dhe nuk e mora një përgjigje me thanë drejtën. Që kam bërë unë, këtu, 52 ditë. U morë vesh unë me mirë i njifemi nga jashtë,
nuk e zgjata ma, thash nuk do mu përgjigj, ka arsye të veta, nuk po e vend si Jo, të përgjigja, po nuk s'do e ti ta si kuptoje. përgjigje. Mrapa më thënë, ky vazhdo të prap një punë të tia, e provoj i ditë. Unë normal që do qaj vetë, se du më njoftë me banorët, kam kalu shumë kohë me pothuajse me gjithë, dhe janë shumë të mirë, janë goxha dinak, janë ma shumë se tjetri, me mënyrat e tyne. A shikon dashuria ty, Luiz, sepse të kam parë që ke bërë disi kupidin, o të paktën je munduar të bësh disi kupidin, mes Selin dhe Gimbos, mes Brikenës dhe Mateos. Po pra të ka ardhë. Atëherë, dashuri, sinqert, janë në kuptimin të një marrëdhënie mashkull-femër, dashuri sinqert shoh vetëm mes Stenaldos dhe Malit. Dashuri nga ajo anë që e the ti, shoh te Gimbo, po vetëm nga ana Gimbos, kurse në çiftin tjetër që Shana Lapo që po inshallah janë, bahen. Nga ana Mateos shoh pëlqim, po jo është bindë, sa më jam ush mendën në Brikenës, Brikena nuk është se eviton, këtu është e pret, por duhet jetë me bindës. Ama, ajo që vuna re, është që ndryshimi mes dy qifteve, dhe është për të theksu, kjo është që Gimboja ka vu dashnin para lojës, dhe këtë po e them me bindet plotë, se po tjetë mos merret, si me thonë, jo mos merret, se nuk është sen Selina që tush mos merret, po mos merret me këtë lidhje, është shumë lojtar i fortë dhe krijon shumë situata në shtëpi. Por ka vendos me Elan në plan 2 dhe merret me dashnin. Nga ana tjetër, dje kuptova që Mateoja ka më primare lojën se sa Brikenën. Pse? Unë e bana gjest i rrugë 2 punë. E bana se ja thash dhe them prap dhe do e them deri në fund, unë shoh vetin çdo cep të shtëpi, sepse i thojnë 137 ditë, dhe pash disa momente si deja vu, pash veten të ai, pash kur u zhgënjesha, u refuzosha, u evitosha dhe unë s'disha qa me ba, dhe me thanë, dhe merdi keq, sepse pa ta qef me pa të lumë, të shkurt ma beti, dhe e bana atë, po qa no, kënë vënd që me, jo me s'mu kërkoj njëm, absolutisht, po qa ban, kë mirë se ja thët, ja të regon si Brikenës, po deli ja thët edhe këtyne tjerve dhe ja të regon si, sigur, që e tha kështu, pra kë vuni lojen para Brikenës, kurse Gimbo, që ja uroj me shpirt, o zot inshallah i kthehet, sepse unë e di që ky ka hi me lujt këtu, por i ka dalë surprizë, nuk e ka llogaritë se ka parashiku, por kështu si është vukur mas saj, Zoti ta plotësoj dëshirën, inshallah dalni bashkë të dy. Duhet shumë lloje. Ndaroj në shpirt. Ndër këtë kohë kam parë që një nga të paktën më të dëzuarit për ardhen e Luizit brenda shtëpisë duket sikur është Stenaldo, me të cilin kemi parë këto 72 orë momente goxha interesante nga humori, po dhe momente sinqeriteti, kur Luizi i thot Stenaldos që kam gjetur një mik këtu brenda, edhe Stenaldo i thot të njëjtën gjë, Steno? Më fal, vetëm 20 sekondë jo më shumë. Unë ja kam thënë sy, prej televizorit kur e kam pa, më zhduk i illt, goxha i illt, sepse është shumë inteligjent dhe është frikë që ti afrohesh, ti bësh një ngacmim ndaj gjë. Por e kam thënë duhet du me njoft. Këtu mbrëm është komplet gjë tjetër dhe ky duket sikur mezi ka prit dhe unë aq deshta dhe lumturinë që ma vallon ky, gëzimin që ma vallon ky me lot. Se ti e ke pas Ronaldo besoj? Po komplet. Nuk ma ka marrë kush dhe jam me zi shpres, domethënë kur ti shoh atë video nuk e di jam. Shiko, Ledion, jo vetëm që ja shoh, po do filloj të ja fshi tani. Më ka gëzuar shumë, jam mirë shumë. Jo, shikoni, që them që është kënaqësi është me vërtet pak. Ky programi është përpara kamerave, ne nuk kemi çfarë bëjmë dhe gjërat që themi dëgjohen publike me radhë, po nuk ka të bëjë shumë me Luizin personazh, sesa me Luizin person, me Luizin njeri, me natyrën që ka dhe me faktin që unë vet jam një person që du humorin, e du shakan. Këtu brenda të them drejtën nuk e kam gjetur shumë, edhe pse jam përpjekur. Edhe me të me ecën një bisedë që është humoristike, po bëre me dikë humor, pastaj bën çdo bisedë. Absolutisht, duket që të ecë. Nuk e di se sa e ka marrë malli Arber Hajdarin të komentoj Luizin nga karrige opinionistit, po do e përjetojmë dhe këtë deja vu sot. Tani, unë nuk e di çfarë strategjie ka vendosur Luizi që të përdor, por di që këto 72 orë, Luizi ka sjell energji të mirë. Ka sjell energji të mirë brenda shtëpisë. Është munduar që
t'i bëj të gjitha nga pak, ka krijuar shumë pak tension për shkak të hyrjes së tij të re dhe kohës gjatë që banorëve kanë brenda. Por mua më ka pëlqyer më shumë pjesa e humorit, shakave, anës njerëzore, ato komunikimet e pastra me Stenaldon. Domethënë janë gjëra të rëndësishme brenda programit që të ngjojmë edhe nga jeta e tyre, si ka qenë, çfarë do bëjnë, ç'plan e kanë. Sigurisht që ka pasur prej tyre që janë afruar disi për të marrë një informacion, disa të tjerë për të kuptuar më tepër nga loja e tij. Por mendoj që në tërësi kanë qenë 72 orë interesante, pozitive, brenda shtëpisë. Që shkuj e zbut ka shumë harve, s'po t'jof. Nuk të gjova. Se e zbutur ka shumë. Se e zbut ka shumë, s'po t'jof, unë u përgatita, o qoha. Po është fillim e emisionit. Nga fundi e kam unë. Ja ke lanë Monix. Kam lanë Monës. Është fillimi i emisionit, pra. Po, fillimi i emisionit. Që të shohim, Luis, edhe ti nuk besoj të jesh ka që ëmbël në vazhdim, se e kemi dëgjuar 2-3 herë atë e kam lojën e rëndë. 72 orët e para po tregon vetëm anët e tij të mira. Po hedh grepat, pastaj Si s'mon tresh mor burr. ku të kapin. Ja, e shef e ne çove, ti rrior unë. Ti Gjoni, shiko, kjo që thot Arbri në fakt në lidhje me faktin që disa prej banorëve janë afruar me Luizin në mënyrë genuine dhe ca të tjerë jo, lidhet edhe me krizën e besimit që mbase edhe me të drejtë një pjesë prej tyre kanë ndaj ardhjes së Luizit aty brenda. Po kjo është diçka që karakterizon shumë marrëdhënie aty brenda. Dhe njëra prej tyre është ajo mes Selin dhe Gimbos. Selin dhe Gimbo të tronditur për të dytën herë mbas klipit që transmetuam të shtunën e shkuar, kur Selin dhe Miri kishin një bisedë, Miri thot ishte Gimbo subjekti, Selin disi e hutuar, pastaj është munduar të sqarohet në ditët që vijuan, ka një krizë besimi edhe mes tyre. Dhe ajo që s'dihet është ku po shkon kjo marrëdhënie dhe si ka evoluar mbas asaj që ndodhi të shtunën gjatë këtyre 3 ditëve. Shohim klipin.